ftuar i radhës është Besart Dashi. Besarti ka ardhur për të na treguar një histori shumë të bukur. Ai dëshiron që të jetë një aktor mjaft i njohur në Shqipëri. Besart, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Përshëndetje, ju falenderoj juve për mundësinë që më dhat për të treguar sadopak rreth kësaj fushe të nënvlerësuar, le të themi, nga e gjithë shoqëria në Shqipëri. Kur e kuptove për herë të parë që aktrimi ishte pasioni yt? Le të themi lindi si diçka shumë aksidentale ose si diçka e kot, mund ta quajnë shumica e njerëzve, sepse lindi thjesht si pasojë e dialogjeve ose detyrave që mësuesja na jepte kryesisht të luanin para klase. Dhe aty duke u bazuar në idetë e mia, duke u bazuar edhe që shoqëria ime e afërt i pëlqente këto ide, klasa qeshte, dhe mora një farë motivimi dhe thash pse jo mos ta vazhdoj. Si është historia jote? Historia ime normalisht që nis thjesht si një ëndër, si një pasion i vogël që punohet dal nga dal me hapa të vegjël dhe arrin deri diku. Është thjesht si tip një ecje e vogël, por që ke lëvizur nga një vend në një tjetrin, nuk është se ke ngelur në vend. Kush ishte personi i parë që besoi tek talenti yt? Personi i parë që ka besuar tek unë, mund të them që ka qenë regjisorja dhe aktoria mirënjohur Joana Karaj. Pasi kur kemi punuar me atë shfaqjen e vjetshme, ajo na bëri të gjithë dhe ne të besojmë që me këtë fushë ne mund të ecim përpara. A ke pasur momente që ke dashur ta lësh këtë ëndër në gjys? Kam pasur momente normalisht sepse gjithmonë para gjykimit dhe nga njerëzit më të afërt, plus edhe para se të luanim këtë shfaqjen e dytë, isha pak në dyshim, sepse më bën një situatë që nuk më pëlqeu për pasionin dhe energjinë që kam unë për këtë fushë. Çfarë situata? Për shembull, provat nuk shkonin ashtu siç duhej. Herë pjesëtarët e grupit vinin pa qef, herë ndodhej që provat ndërpreshin mes, dhe mua kjo gjë nuk më pëlqente. Cili është roli që ëndërron të luash një ditë? Roli që ëndërroj të luaj, të them të drejtën, nuk është se kam ndonjë rol që ëndërroj të luaj, por qofse e luaj atë rol, dua të jetë një rol që të ndikoj tek njerëzit. Një rol shumë, le të themi, influencues për të ndjekur ëndrat e tyre. Shumë e bukur kjo. Ti si aktor je tek komedia, tek filmat e dashurisë, tek aksioni, çfarë pëlqen më shumë nga këto? Unë të them të drejtën pëlqej më shumë komedin, sepse është zhanri që i bën njerëzit të harrojnë sadopak problemet e tyre. Edhe të reflektojnë mbi situata aktuale duke përdorur të qeshurën. Ti çfarë personi je ti? Unë jam një person i cili kur e pëlqej diçka, dua ta vazhdoj, ta ushtroj dhe ta bëj me çdo kusht. Nëse do kishe mundësi të zgjidhje një aktor për të luajtur një film, cili do ishte ai? Pa dyshim Kevin Hart, sepse është një komedian që unë e pëlqej shumë dhe duke imagjinuar vetëm karakterin e tij prapas skena dhe në fund filmi, mendoj se do ishte një komedi mrekullie vërtet. Po të tjerë, shqiptar. Shqiptar për shembull do doja të luaja me Florian Binaj, ndërsa aktor të teatrit Lart Vasili për shembull, ose Lulzim Zeqja dhe Arben Derhemi. Çfarë sakrificash ke bërë për të ndjekur këtë ëndër? Sakrificë është një fjalë e madhe, por që kam dalë, le të themi, kundra dëshirës së prindërve të mi. Pse prindërit e tu nuk e kanë këtë dëshirë që ti qesh aktor? Të jesh aktor në Shqipëri është pak, le të themi, nuk të ecën, ta themi me fjalë më të pastra. Sepse është një industri që nuk ka të ardhura mjaftueshëm dhe nuk ka investime. Shumë njerëz thonë që në industri të pazhvilluara ti mund të bësh diçka të re dhe të ecësh, por kjo industri kur nuk ka mbështetje, ti vetëm nuk e se si ta ndryshosh. Si e menaxhon shkollën dhe pasionin që ke për aktrimin? Kur kishim këto shfaqjet, për shembull të vjetshme dhe të si vjeshme, kërkonim edhe pak mirëkuptimin e zyshave, për shkak se kjo bëhej për të mirën tonë si nxënës, por nga kjo përfitonte dhe emër të mirë edhe shkolla.
Cili ka qenë momenti që të ka bërë të ndihesh krenar për veten? Momenti që më ka bërë të ndihem më krenar është kur pas shfaqjes time të parë, kam ardhur në shtëpi, zakonisht pyesim të shtëpisë ju duk, edhe presim fjalë më të mira. Normalisht babi im është ai personi që i kursen gjithmonë fjalët e mira. Nuk i pëlqen asnjëherë të thotë bravo. Do patjetër të impresionohet. Dhe kur më ka thënë babai im që keni luajtur si aktor profesionist, ajo ka qenë nuk doja çmim. Mjaftonte vetëm ajo fjalë. Sa e bukur. Si imagjinon veten tënde pas 10 vitesh? Veten time pas 10 vitesh e imagjinoj të ëndra ime normalisht është të jem i suksesshëm në fushën e aktrimit, por në qoftë se planet na ndryshojnë, normalisht që imagjinoj veten time të suksesshëm në fushën e biznesit. Çfarë biznesi? Shefi im, ëndra ime është që të hap zinxhir baresh, hotelesh, restorantesh. Shpresoj të arrish. Çfarë mesazhi do t'u jepish të gjithë të rinjve që kanë qejf aktrimin por kanë frikë? Frika e të rinjve në këtë fushë është gjithmonë paragjykimi. Dhe unë e di shumë mirë sepse më kanë thënë pjesëtar të grupit tim, por e kam pasur si frikë edhe vetë, çfarë do thonë njerëzit. Por duke u marrë me aktrim, kuptojnë që opinionet e njerëzve ndryshojnë siç mund ndryshojnë njerëzit që radhë. Nuk kanë asnjë lloj vlere dhe nuk të përshkruajnë ty si person. Do ju thoja të rinjve që duhet ta provojnë të paktën një herë në jetë, sepse të bën të kuptosh se kush je ti dhe çfarë i aftë të bësh. Por edhe të kulturon, sepse një shfaqje që mund të jetë një vepër, falni, që mund të jetë shkruar vite më përpara, prapë është aktuale edhe sot. Cila është frika jote më e madhe si aktor? Frika ime më e madhe si aktor është që të dështoj para një publiku që pret shumë nga unë. Për shembull, nëse unë do të luaj një rol të rëndësishëm në teatr apo një rol të rëndësishëm në film, dhe pasi e jap atë rol, jap le të themi shpirtin tim dhe publiku të thotë që nga ky presim më shumë, për mua është frikë e madhe. Jashtëzakonisht frikë e madhe. Ke ndonjë rol që mendon se të ngjason me karakterin tënd, me tipin tënd? Me tipin tim kanë qenë pak a shumë rolet që kam pasur, ose janë pikërisht ato që më karakterizojnë mua, por duke marrë parasysh që unë jam ndonjë person që herë hutohet ose herë e kap ajo rrjedha e turmës, mendoj se mund të më ngjajnë pak, por jo komplet. Jam shumë kurioze të di si reagon kur dikush nuk beson te ti. Reagimi im është thjesht një gjë e tillë. Unë ja shpjegoj arsyet e mia, ëndrat e mia, pasionet e mia, thotë nuk besoj se ti mund ta bësh. Okej, thjesht i lë një afat saktuar kohë dhe i them do ta shikosh me kalimin e kohës. Çfarë do të thotë suksesi për ty? Suksesi për mua nuk janë vetëm parat. Suksesi për mua është që ti pas disa kohësh të kesh një familje, të jesh pjesë e një familje të lumtur, të rrethohesh nga njerëz që ta duan realisht të mirën dhe që e kanë provuar këtë gjë. Ky është suksesi vërtet për mua, përveç pjesës parave që të gjithë besoj e duam nga pak. Normal është që nëse do të kthehesh pas në kohë, çfarë do t'i thoje vetes tënde 10 vjeç? Vetes time 10 vjeç do t'i thoja që bëj çfarë ndjen se është më e sakta për ty. Normalisht që jo të kalohet limiti, duke kaluar në ekstremitete, por në qoftë se do të bësh diçka, do të marrësh pjesë në një aktivitet, po shikon për emisione për fëmijë, provoje, pse jo? Sepse më përpara ishte thjesht kjo, pse s'ka gjë, pse nuk ja vlen, çfarë do ndryshoj? Por të ndryshon realisht me të vërtet. Cila është ëndra më e madhe që s'ja ke treguar askujt? Ëndra më e madhe që s'ja kam treguar askujt. Është bërë se më është bërë ndonjëherë nga njerëz të mi më të afërt, por ëndra më e madhe këto janë, di përmenda pak më parë.
të jem pjesë e një familje të lumtur dhe të kem një karrierë të suksesshme në fushën që unë dua. Jo domosdoshmërisht të bëhem i pasur nga kjo, por të kem një karrierë të suksesshme. Asa njerëzit mezi presin të shikojnë filmat e mi ose shfaqjet e mia teatrore. Për kë lufton çdo ditë? Unë luftoj çdo ditë normale për veten time, por parësore është familja ime, sepse unë e di shumë mirë që prindrit e mi kanë bërë një sakrificë për të ma mundësuar mua të ndërroj këtë gjë. Unë e di shumë mirë se prindrit e mi nuk ka pasur kohë për ëndra. Të dëgjosh historitë e babait tim, kuptojnë që nuk kam pasur kohë për ëndra. Por edhe mami tim në një farë mënyre mund t'je ndërprer ëndrat mes sepse ashtu ishte koha. E atill ishte edhe një gjë që thoshte shoqëria duhej bër dhe ishte prer me thik. Di shumë mirë paragjykimet, sfidat që ata kanë kaluar për të na sjell ne në pozicionin që ata do të ndronin të ishin. Çfarë të motivon të vazhdosh edhe kur ka probleme gjatë rrugës? Kur ka vështirësi? Çfarë më motivon? Më motivon së pari e thash babai im dhe së dyti më motivon vetja ime sepse para disa vitesh kam qenë në një stad ku le të themi mund të kem pasur frikë edhe qoftë të bëj një bisedë vogël me njerëzit. Por tani nuk sepse thjesht jo po çfarë do thon ata, jo po si do bahem në tun, jo po pse duhet lëre, pse duhet të filloj një bisedë me një person që se njoh, mbase mund të jetë i rrezikshëm. E vërtet, ka raste që mund të jenë të rrezikshme, por kjo ndodh në raste shumë të rralla. Unë kam pasur frikë që flas edhe me një person që mund ta kem parë vite lagje dhe prap kam pasur frikë të flas. Tashi Tani, më fal. Ti çka po më bën shumë kurioze. Po. Gjatë gjithë intervistës ke përmendur babin. Po. Çfarë marrëdhënie ke me babain? Unë me babin tim kam një marrëdhënie shumë të mirë. Normalisht e respektoj ashmasës për fund ditës. Është babi, por edhe ai më superton mua në mënyrën më të mirë që ai di. Ai mendon gjërat e veta, unë mendoj gjërat e mia, biem në kundërshtim, por prap arrim ta gjejmë dakordsinë me njëri tjetrin. Cili është momenti i jetës tënde që të ka ndryshuar mënyrën se si e shikon botën? Moment ka qenë ndarja nga jeta e gjyshit tim. Kjo gjë ka ndodhur para 3 vitesh. Por ai person kur i tha që gjysh dua të vazhdoj për aktrim, ai tha vazhdoje një pim sepse është një profesion i nderuar, i respektuar dhe që e bën kur të shkosh edhe 100 vjeç. Edhe mua ajo më ka ngelur ndonjëherë kur kam pasur vështirësi tek shfaqjet, vetëm ka ardhur kjo fjali ndërmend. Është profesion që e bën 100 vjeç, nderuar, respektuar. Dhe duke marrë parasysh që gjyshi im do e kishte një ëndër të shikonte nipin e vet televizor. Po sa djali mirë ja. Mos na merr mësyshe. Po sa djali mirë ja. Është e rrallë që të shohësh një djalë kaq të mirë dhe të sakrifikojë dhe të punojë për të bërë familjen krenare. Veten time do e konsideroja si një person që normalisht si gjithë tjerë është i aftë të kalojë edhe limitet për njerëzit që ai do. Për paktën njerëzit që e kanë provuar. Sepse njerëzit që kalojnë në jetën tonë janë të shumtë. Por ti duhet t'i vësh re mirë kush janë ata që ja vlen të mbahen sa për një kafe, kush janë ata që ti mund të shikosh vetëm interesin tënd, dhe kush janë ata që thua, po, unë për këta mund t'i dilja dhe plumbit para. Ishte shumë kënaqësi. Dhe shpresoj të uroj shumë sukses edhe ty do t'ja dalësh. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më dha për t'i dhënë sa do pak
le të themi sa të pak vëmendje kësaj fushë dhe për suportin. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.